Se çmoj se plotësoj kushtet dhe kriteret e përcaktuara në ligj dhe në rregullore. Kandidimi im në fakt vjen si një rrjedhojë natyrshme e një eksperiencë 21 vjeçare në hetimin e çështjeve më të ndërlikuara të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, si dhe të përkushtimit të pandërprerë ndaj zbatimit të ligjit. Gjatë gjithë karrierës sime kam qenë e bindur se funksionimi i shtetit të së drejtës mbështetet në pavarësinë, profesionalizmin, integritetin e institucioneve të drejtësisë, dhe se prokuroria e posaçme përfaqëson një hallkë thelbësore në këtë sistem drejtësie. Në këtë fazë të zhvillimit të prokurorisë posaçme, mendoj që institucioni hyn në një periudhë konsolidimi, ku roli i prokurorisë posaçme mbetet thelbësor dhe i padiskutueshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky moment në fakt kërkon një drejtim që bashkon qartësinë e vizionit, forcën e vendosmërisë dhe integritetin e pakompromis. Me këtë kandidim, synoj të ofroj një drejtim të pavarur, të vendosur dhe të orientuar drejt rezultateve konkrete, që pasqyrojnë parimet më të larta të shtetit të së drejtës dhe forcojnë më tej rolin dhe besueshmërinë e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.